Ëndra amerikane vjon të mbetet e tillë për shumë të rinj të reja në Shqipëri, por jo vetëm, edhe për mosha më të mëdha. E vetmja mundësi për ta prekur këtë ëndër vjon të mbetet lotaria, e cila ka nisur aplikimet edhe për këtë vit. Të shumt janë qytetarët në Pogradec, të cilët janë duke aplikuar për llotarinë që në ditët e para është vetur një fluks i madh nga të gjitha moshat për të aplikuar. E tek sa i pyet pse duan të ikin, puna dhe jeta më e mirë është përgjigje që merr zakonisht. Keni ardhur për lotari? Do moshni lotari? Po. Doni me ik në Amerikë? Po. E vështirë këtu në Shqipëri? Po, paka shumë e vështirë. Po pse keni zgjedhur ta moshni lotari? Ç'i doni t'ikni? Po, çfarë dajmë këtu? Problem punësimi? Po, të gjitha nga pak. Keni pak i ri kështu për të menduar për t'ikë? Po, se jemi të rinj, pa të mendojmë për të ardhmen. Po, patjetër. Përse doni t'ikni? Gjithmonë ka qenë ëndra amerikane, prandaj A ju mendoni se do të jetë më mirë? normal që po. Jeni në shkollë? Keni mbaruar në shkollë këtu? Po, si vjet. Shkollën e lartë? Po. S'keni gjetur dot punë? Jo, normalisht po jo. E vështirë? Shumë e vështirë. Keni shpresë të dalë? Mbase po. Sukses. Faleminderit. Vajzën kam. Ka Jo ardhur vetë. vajza? Po bre. Po pse po e mbushit loton vajza? Po ban. Ka dëshirën e saj, shkoj ku doj. Do të shkoj andeja vajza, po loto. Jo Për unë. një jetë më të mirë besoj. Po dieta jo. Ka të mbush lotën? Po. Pse do t'ikësh ti? Për jetë më të mirë. Tu punon këtu në Shqipëri? Po, punoj, po. Duhet punë më të mirë. Për... Ku më lek më Po. shumë, më lartë. Po, Ke shpresë të dalin? si djetë. Kujdes, ka edhe gabimet të cilat mund t'ju skualifikojnë në mbushje të aplikimit, ndërsa konfirmohet se edhe për këtë vit nuk janë pranuar aplikimet për shkollat profesionale. Po, në ditë e para ka pasur një fluks të aplikantëve, paka shumë si çdo vit tjetër. Është kjo dëshira e të rinjve dhe familjarëve të tjerë për një jetë më të mirë dhe është shikojmë shumë normale këtu. Rregullat të reja kanë dalë, çfarë gabimesh nuk kanë bërë? Këtë vit kanë nxjerrë një sër rregulla të reja, sidomos për fotografitë, të cilat duhet të punohen me shumë kujdes. Kanë për masa të caktuara, nuk lejohen me syze ndryshe nga vitet e tjera. Gjithashtu edhe për arsimin, duhet ata që aplikojnë të kenë mbaruar shkollën e mesme, të paktën shkollën e mesme të përgjithshme. Shkollat profesionale, ashtu si edhe si vjet nuk mund të aplikojnë. Me mijëra shqiptarë kanë mundur të ikin drejt tokës së premtuar Amerikës nëpërmjet llotarisë, shumë prej tyre edhe nga Pogradeci. Vetëm për vitin e kaluar në Pogradec ka pasur mbi 150 persona të cilët kanë fituar, ndërkohë që pritet që edhe këtë vit numri i aplikimeve të jetë më i lartë se vitin e kaluar, ku në të gjithë vendin ishin 200.000 aplikime për llotarinë.